Shtabi i emergjencave ka vizituar pikën më të lartë të banuar në Jezerës të Ferizajt për të parë nga afër gjendjen e këtyre banorëve dhe për të shpërndar produkte ushqimore. Drejtoria për mirëqenie sociale u ka dalë në ndihmë me disa ushqime esenciale, pasi që për shkak të dimrit të egër, këtyre banorëve u është vështirësuar qasja në qytet. Burim Karameta, drejtori i shëndetësisë në Ferizaj, ka falendëruar të gjithë donatorët për gatishmërinë e tyre për të ndihmuar. Kemi ndihmuar me pako ushqimore të cilat për këtë lagje të cilat ka nevojë. Unë tani këtu po flas në emër të shtabit të emergjencave dhe në emër të kryetarit të Sfarqa dhe nesër do të jemi përsëri në lagje tjera të këtij fshati të cilat qasjen e tyre nga qyteti e kanë pak më të vështirë. Ju e patë edhe vetë që tani rruga deri këtu është e hapur. Këtu vlen të theksohet edhe kontributi i afaristëve që janë mjaft bujar, të cilët çdo herë të cilat kemi pasur nevojë po dëshmojnë edhe një herë bujarinë dhe zemërgjerësinë e tyre dhe një herë vlen të theksohet edhe bashkëpunimi, gatishmëria për të bashkëpunuar me institucionet komunale. Përfituesi i këtyre ndihmave, Adem Uksmajli, ka thënë se institucionet janë treguar të gatshëm sa herë që ka pasur nevojë. Kemi prit që komuna çdo herë ka intervenuar në kësi raste, zakonisht intervenoj edhe kësa rade, falenderojmë shumë. Ka njerëz shumë të varfën, varen vetëm nga ndihmat sociale dhe është e arsyeshme kjo ndihmës e juve. Po kemi bërë ca përgatitje na për mos me ardhur deri te uria për shembull, po ka njerëz që s'kan mundë mi bën këto gjëra. Megjithatë, këtu nuk përfundon aksioni për të ndihmuar familjeve në nevojë. Shtabi i emergjencave ka improvizuar një depo për produkte ushqimore të cilat i pranojnë nga bamirësit dhe nga firmat e ndryshme, për të ndihmuar banorët si brenda ashtu edhe jashtë qytetit.